Kalon me mund. Hajde po këshyrim na edhe po e presim pra edhe këtë furtarin këtu, ndoshta edhe na flet pak rreth dërum, a mund të shkurt veç tregona prej cilit vit punoni edhe cila është pra do të thonë veç po dieta shqipërisë është më e shituni, po çka ka diçka më Furra si objekt ekziston pi vitit 1900 edhe para këtij objekti. Perecët kështu si pereca që një 80 vjetë do më thonë marojnë, se për para kanë qitë veç buka dhe pitolka. A me kësi pereca ma vënë, ja kanë njësë. Sa është çmimi një perece? 25 cent është një cupa. A ka shumë shitje veç mëngjes apo vjen edhe gjatë ditës kështu? Po zakonisht gjatë vikendve ka ma shumë se edhe janë qytetarët në pushim, në punës janë vinë blinë pereca, edhe vinë edhe besa edhe pi qytetëve tjera, për shembull pi Prishtinë, kanë ndodhur edhe pi qytetëve tjera, ama shumë Mitrovica Liçi janë në Prishtinë, për shembull vikendëve të shtunëve dillëve vinë në Prishtinë, blinë pereca, e shohin edhe vendlindjen në qytetin e vet. Sa kënaqë shto e bo këtë punë, a i thu vetës na herë jom lodha heq? Pa përderisa e kom marrë për me punu, ne bëj me vullnet, qatë moment që s'jam gjendje për shembull me punu, më sa vendëson tjetër kush. A ndjesh i kënaqur kur shaj që po vinë prej shteteve tjera marrë me blej? Po, natyrisht, do më thonë, dihem edhe unë i respektoj ata që janë ardhur prej s'largët edhe i mirë presë, do më thonë. Edhe ata janë të kënaqur me perecin, me shijen. A mendon që kime ndru ndonjëherë këtë profesion, a kime vazhdu deri në fund me pereca? Po unë si person vetë po, ata është gjeneratë tjera së dia, vazhdojnë. Da më thonë, pa imponime, s'është, kush që dojnë me vazhdu, e vazhdojnë, s'dojnë me vazhdu, ndrojnë profesion. Faleminderit, nuk po të marrë shumë kohë se ndoshta ki edhe shumë qytetarë që kive ju shërby me perecat. Hajde vazhdojmë me qytetarë tjerë, dërum, a na tregon çat ka veçantë çka pereca?